Rreshjet e dëborës ka nisur që në orët e para të mëngjesit në qytetin e Pogradeci duke sjellë ulje të ndjeshme të temperaturave dhe krijimin e një shtrese dëbore që në disa zona ka kaluar mbi 5 cm. Mjetet borpastruese janë angazhuar që prej fillimit të rreshjeve për pastrimin e rrugëve dhe hedhjen e kripës dhe skorjes, duke garantuar qarkullim normal në akset kryesore. Megjithatë, autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të përdorin goma dimrore, të ulin shpejtësinë dhe të shmangin manovrat e rrezikshme, veçanërisht në zonat me ngrica. Gjatë natës temperaturat kanë zbritur deri në -6 gradë Celsius, ndërsa të ftohtit vijon ende në orët e para të mëngjesit. Rreshje dëbore raportohen në të gjithë zonat mbi 1000 metra mbi nivelin e detit. Ndërkohë, situata më kritike paraqitet në jug të vendit, ku lumi Vjosa ka arritur pranë pikës së kuqe. Niveli i ujit ka kaluar mbi 9 metra, duke shkaktuar përmbytje të tokave bujqësore dhe duke prekur banesa. Në Memaliaj, niveli i ujit ka shkuar në 7.5 metra, çka tregon për prurje të shumta dhe rrezik në rritje. Lumi ka mbutuar edhe njësinë matëse hidrometrike, ndërsa mbi 100 hektar tokë janë në ujë dhe 14 banesa janë prekur drejt për drejt nga përmbytjet. Si pasojë prurjeve të mëdha, uji ka depërtuar edhe në stacionin e pompimit të Kafarajt, në njësinë administrative Frakull, prej nga furnizohet me ujë qyteti i Fierit. Rreshjet intensive të shiut vijojnë që prej ditës së martë dhe situata mbetet shqetësuese. Rreshjet e borës kanë përfshirë edhe qarkun e Kukësit. Pas 48 orësh rreshje intensive shiu, temperaturat kanë rënë nën zero dhe qyteti është zgjuar i mbuluar nga dëbora. Shtresa e parë e borës nuk ka sjellë probleme serioze në qarkullim brenda qytetit, por situata paraqitet më e vështirë në zonat e thella malore si Valbona dhe Shishtaveci, ku trashësia e borës ka kaluar mbi 10 cm. Rreshjet e mëparshme të shiut kanë shkaktuar vërshime ujërash, dalje të lumenjve dhe përrejnve nga shtrati, duke dëmtuar infrastrukturën rrugore dhe izoluar qindra banor. Rrugë të bllokuara raportohen në Zapod, Shishtavec, Topojan dhe Malzi, ndërsa janë konstatuar dëmtime edhe në disa ura. Rrëshitje masive dherash dhe shkëmbinsh janë evidentuar në disa zona me rrezik për banesa dhe për qarkullimin rrugor. Autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencave civile janë në terren dhe po monitorojnë situatën nga afër. Sipas parashikimit të motit, dita e sotme do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Rreshje e shiu me intensitet të ulët deri mesatar do të vijojë në pjesën më të madhe të vendit deri në mesditë, ndërsa në zonat malore priten rreshje dëbore dhe her pas here stuhi bore. Era do të fryjë me shpejtësi deri në 18 metra për sekond në zonat bregdetare dhe luginore. Në Fier, situata e përmbytjeve mbetet alarmante. 27 banesa janë përfshirë nga uji, ndërsa rreth 200 hektar tokë bujqësore janë në ujë në disa fshatra. Nivelet e lumenjve Seman, Shkumbin dhe Vjos janë në rritje, duke shtuar rrezikun për përkeqësim të situatës në orët në vijim. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencave.